Të nderuar teleshikues, në rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani vijojmë të mbetemi së bashku në hapësirën e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim sa i takon aktualitetit politik në vendin ton, por edhe asaj se çfarë pritet të ndodhë në datën 9 nëntor. Qytetarët e 6 bashkive, konkretisht Tirana, Vlora, Berati, Tepelena, Mati dhe Cëriku, do t'ju drejtohen më 9 nëntor kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët e bashkive të tyre. Presidenti i Republikës Bajram Begaj ka dekretuar datën 9 nëntor për mbajtjen e zgjedhjeve të pjesshme për kryetar të këtyre bashkive. Ndërsa për 5 bashki nuk ka patur asnjë mëdyshje apo pengesë për zgjedhjet e pjesshme në Bashkinë e Tiranës, ka patur shumë diskutime bazuar në interpretim të përcaktimeve në kushtetut. Kjo pasi Erion Velia i ka ankimuar në gjykatën kushtetuese vendimin e qeverisë për shkarkimin e tij. Dhe vetë kushtetuta saktëson se kur vendimi për shkarkim ankimohet në gjykatën kushtetuese, vendimi për shkarkim pezullohet. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë në studio me zotin Agron Haxhimali, drejtues i Institutit për Bashkitë. Zoti Haxhimali, faleminderit që jeni sot në Fox News. Faleminderit juve. Po diskutojmë për një rast tepër të veçantë, zoti Haxhimali. Ne kemi diskutuar shumë herë vakancat e 6 bashkive në vendin ton, në qoftë se për 5 bashkitë e tjera nuk kemi asnjë lloj problematike. Problemi qëndron tek Bashkia e Tiranës, për të cilën duket sikur kërkohen me patjetër zgjedhje dhe një tjetër kryetar i ri për këtë bashki. Më trego pak se si e ke lexuar të gjitha zhvillimet e fundit që prej shkarkimit të zotit Velia nga Këshilli Bashkiak, më pas miratimin e Këshillit e Ministrave, vakancat të cilat kanë shkuar në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve dhe dekretin e presidentit Bajram Begaj. Shiko, kultura shqiptare e zbatimit ligjit, e zbatimit kushtetutës, marrëdhëniet politike, marrëdhëniet institucionale janë shumë të dobta, shumë të vakta dhe nuk udhëhiqen nga parimet e kushtetutshmërisë, nuk udhëhiqen nga rregulli, nga standardi, por udhëhiqen nga interesat politike. Rasti kryetarit të bashkisë, zotit Velia, kam qenë ndër të parët që kam thënë atë që e ka përcaktuar ligji në fakt, një kryetar bashkie në qoftë se nuk shkon në punë për një periudhë kohore prej 3 muajsh, nuk ka arsye për të analizuar justifikimin që ndron me arsye apo arsye se legjislacioni nuk bën përcaktime të tilla, nuk ka hapësira të tilla. Ai kryetar e humbet objektivitetin për të ushtruar aktivitetin, sepse nuk je prezent në bashki dhe ligjvënësi ka menduar këtë periudhë kohore duke dhënë rëndësi rolit të tij. Detyra e kryetarit të bashkisë është jetë në bashki, jo në qelit. Po, për zotin Velia i vuan prej 10 shkurtit masën e sigurisë arrest në burg. Pikërisht, janë shkela fatet. E drejtë ishte që kur u propozua në fakt nga grupi këshilltarëve demokrat në përmbushje të afatit 3 mujor, drejta e Këshillit ishte të propozonte dhe të shkarkonte. Se u prit kaq shumë, zoti Haxhimali, për interesa politike. Ka diçka shumë interesante në të gjithë këtë pritjen, të paktën që prej arrestimit të zotit Velia. Mbrojtje politike, asgjë s'ka interesante. Kur ju desh me mbrojt politikisht, e mbrojtën politikisht. Kur ju desh të dilin në shesht të Tiranës, e bën. Do doja ta kujtoje shumë këtë moment. Ka patur protestat e famshme të cilat u mbajtën pranë prokurorisë së posaçme. Por nuk pam po të njëjtat personazhe që atë momentit kur u shkarkua nga Këshilli Bashkiak. Ose të gjithë këshilltarët bashkiak që e mbrojtën në shesh, që e mbrojtën nëpër media, që e mbrojtën tek prokuroria pasi u dha urdhri politik, e shitën në sekond. Megjithatë, të ndaloj. Fakti Këshilli Bashkiak, pavarësisht konjunkturave politike, vendimi i Këshillit Bashkiak për ta shkarkuar ishte i drejtë. Procedurat e ndjekura në aspektin kohor për të mos e njoftuar zotin Velia për t'ia bërë të ditur situatën apo edhe për ta ftuar,
ai vendos vetë, vinte apo nuk vinte, po Këshilli Bashkiak duhet ta trajtonte më ndryshe në fakt. Ne duhet mblidhesh, të vendoste shkarkimin, datën për shkarkimin, po në atë mbledh përcaktonte që taftojmë apo mos taftojmë. Nëse do eftonin, do t'i jepnin në hapësirën kohore që ai të merrte masa me avokatët, siguronte leje në SPAK apo tek drejtoria burgjive. Kjo u thye, por vendimi është i drejtë. E ka humbë të gjithë objektivitetin për të qenë në krye të detyrës. Absolutisht. Shkarkimi në Këshillin e Ministrave, dhe Këshilli i Ministrave shkarkoi po me të njëjtin shpejtësi, por çështja shtrohet. Këshilli i Ministrave vërtet u bazua te vendimi i Këshillit Bashkiak, shumë mirë. Por askush se pengonte dhe Këshillin e Ministrave ta ftonte për të dëgjuar. Pra nuk ka një element që e blokon pjesëmarrjen edhe gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave të zotit Veliaj? Po, shiko, nëse je një institucion demokratik që zbaton rregullat, parimet dhe kushtetutshmëri, nuk ke absolutisht asnjë prapavi, po je i drejtë dhe i barabartë, ftoje. Jo, ftoje, dëgjoje, t'i bija ankesat me shkrim me gojë online, fizikisht si tjetë, le të shprehet. Kjo është krejt normale. Dhe aty nuk ndodhi. Megjithatë, a ka vepruar drejt Këshilli i Ministrave? Për mua sërish Këshilli i Ministrave ka shkarkuar me të drejt në këtë aspekt. Dhe këtu s'kemi asnjë problem. Kam tek pamjet mbulim në këto momente një karikaturë shumë interesante të publikuar nga vetë zoti Veliaj, një karikaturë groteske, ku zoti Veliaj gjendet përballë prokurorëve, gjyqtarëve apo drejtësisë. Në këtë rast, ka dhe peshoren e cila anon vetëm nga një anë. Pra ka vetëm një mbajtëse. Ndërkaq, drejtësia ka ngritur duart dhe nuk ka më se çfarë bën në këtë rast. E komentojmë pak këtë zotja Dimari përpara se të ndalemi në të tjera zhvillime. Shiko, e komentojmë. Në fakt, nuk ndjejun për këtë rast ato çfarë thot zoti Veliaj, se s'ka qenë në politikani menaxheri më i drejtë në fakt, ka qenë më i zhdrejti, s'ka qenë më i miri, mund të qenë më i keqi, s'ka qenë më i balancuari, ka qenë më i disbalancuari, s'ka qenë më reali, ka qenë më propagandistiku, s'ka qenë i barabartë me gjithë, ka qenë i anshëm. Po t'ishe patronazhiste i shërbej ati të donte, po t'ishe jo pro ati, apo të kishe një mendim ndryshe të gatit pushkatonte, kështu që ato barazit aty as nuk ja llogorisë fare, por... Në fakt, historia zotit Veliaj ka patur dy realitete, flasim gjithmonë për drejtësinë. Një realitet kur zoti Veliaj e reklamonte këtë drejtësi kaq shumë të zhvilluar dhe në vendin tonë, dhe madje pati raste ku i quajti edhe koleg. Ndërkohë nga ana tjetër është realiteti ku zoti Veliaj filloi të sulmonte prokurorët edhe drejtësinë e vendit. Pra është një fabul që në një farë mënyre nuk është se ka një fund fort të mirë për zotin Veliaj. Shiko, për të dyja palët tash nuk e di si do jetë fundi apo raporti me sistemin e drejtësisë ç'a ndodh me te, po për zotin Veliaj. Shiko, nuk ka dy standarde, apo standarde të dy fishta. Kur i pëlqe në te Velis, ishin kolegë dhe investimi më i mrekullueshëm që ishte bërë. Kurse kur dënohen nuk është më i miri. Ndaj, jo ndonjëherë, po gjithmonë politikanët bien në atë gropën e propagandës që kanë gatuar vetë në fakt. Por, për të përmbyll pjesën e parë, shiko, pavarësisht të gjitha këtyre Erion Velia dhe kur do tjetër lind plotësisht e drejta e ankimimit në këtë proces. Ne në qoftë se nuk zbatojmë me përpikmëri procedurat ligjore, nuk respektojmë kushtetutën, afatet që përcakton ajo qoftë për të drejtën e ankimimit, ato drejtat e informimit, apo
të barazis në një proces, atëherë ne kemi probleme me shtetë formimin, me institucionet demokratike, ne krijojmë precedent që nuk ka lidhje nëse penalizojnë njërin apo tjetrin, ka lidhje që penalizojnë shoqërinë shqiptare, futin vendin në skandale të tilla ligjore dhe kushtetuese, krijojmë pasiguri tek publiku, krijojmë përplasje politike, që unë mendoj se nuk janë të nevojshme. Për shembull, a duhet presidenti, se gjithë debati këtyre 2 ditëve është që a duhet presidenti të dekretonte datën e zgjedhjeve për Bashkinë Tirane, kam thënë vazhdoj ta them, nuk duhet. Pra këtu në këtë rast i referohemi 100% të drejtës ligjore, kushtetuese, të gjithë sistemit rregullator, kombëtar dhe ndërkombëtar për drejtat e njeriut dhe cilët do palen që është në përplasje në këtë lloj rasti, jo për t'i bërë avokatin Erion Veliz. Ligji thotë, ne flasim gjithmonë atë se çfarë përcakton dhe thotë ligji. Ligji thotë fare qartë, kushtetuta thotë fare qartë, ai është i zgjedhur në qoftë se ai, pra siç bëri ankimoi vendimin e Këshillit Ministrave, gjykata e ka provuar në këtë moment, procesi është vendimi i tij pezullohet, presidenti duhet të vazhdonte me dekretimin vetëm për 5 bashki të tjera. Sot ne kemi hyrë në një qerfull. Po mirë, në momentin që kërkesa e zotit Veliaj e pezullon shkarkimin e tij nga posti i kryetarit të Bashkisë së Tiranës, çfarë ndodh në 9 nëntor në Tiranë? Po nuk duhen bërë zgjedhje sepse e para ky nuk duhet të shkonte pra këtu. Tash ti themi gjëra drejt. E mira fare do ishte dhe kryeministri nëpërmjet sekretarit përgjithshëm mos ta provokonte presidentin, sepse këto janë fakte botërisht të ditura që edhe kryeministri dhe presidenti kishte që zoti Velia dhe avokatët e tij e kanë ankimuar procesin dhe ato dinë kur procesi është në ankimim në gjykatën kushtetuese dhe gjykata kushtetuese ka pranuar, dihet që pezullohet vendimi, nuk mund ta zbatosh. Ti pse po e zbaton? Por nga ana tjetër, unë jam njoftuar sot që zoti Velia ka ankimuar dhe dekretin e presidentit, sërish në gjykatë kushtetuese. Pra gjykata kushtetuese në këtë moment ka 2 ankimimet nga zoti Velia. Njëri ankimim për shkarkimin që është bërë nga Këshilli i Ministrave dhe ankimimi tjetër për dekretin zgjedhjeve. Dhe gjithçka varet nga se çfarë do të thotë kushtetuesi janë në fund të kësaj historie. Jo gjithçka, po ajo është 100%, 1.000.000%, 1 miliard% e varur dhe duhet të respektohet vetëm vendimi i gjykatës kushtetuese. Por në qoftë se politika te i kalon. Këtu qëndron problemi. Këtu Në qoftë se bëhen zgjedhje në 9 nëntor në Tiranë, edhe në qoftë se kushtetuesi janë nuk është përgjigjur. Shiko, Albi, në fakt do ndjehem keq që t'jap një përgjigje kështu politike, por në një ekran televizioni dhe para ty përballë te duhet të them, duhet respektohet vendimi final i gjykatës kushtetuese. Unë nuk duhet ta imagjinoj përtej kësaj, sepse kjo nuk është edukuese, nuk është ndërgjegjësuese, nuk i shërben kulturës qytetare, administrative të institucioneve, nuk ndikon pozitivisht këto hipotezat me në qoftë se e shkel presidenti. Po si mund ta dëgjojnë të ri, të rejat, studentët, prindrit apo cili do tjetër debate që e shkel presidenti kushtetutën. Po ne mendojmë se ai duhet ta shkeli kushtetutën, si mendojmë ne që e shkel qeveria ligjin, si mendojmë ne ndryshe që gjykata kushtetuese do të bëjë këtë apo atë. Ne duhet institucionet duhet funksionojnë në mënyrë të tillë që të kemi vazhdimsi, neutralitet, drejtësi dhe zbatim të drejtë të ligjeve dhe të kushtetutës. Pra çfarë duhet të them me këtë që në qoftë se cili do ka minimumin e kulturës juridike që është bërë një ankimim për këtë proces, atëherë ne gjithë duhet kuptojmë dhe si shoqëri që nuk duhet mendojmë që presidenti te i kalon këtë, apo merr një hap të gabuar. Ne mendojmë po, e ka bërë ankimimi, kushtetuta thotë shu presidenti, duhet jemi 100% bindur që presidenti duhet ta bëjë. Është mbrojtësi i kushtetutës. Pra në këtë rast
Ajo që për cilë më vjen keq është mesazhi që përcjellim në shoqëri, që nuk zbatojmë as kushtetutë, as ligje, por ecim në drejtim të rrymës dhe atyre interesave politike apo të politikanit që ka pushtetin më të madh. Kjo nuk është e mirë. Përveç të gjitha debateve të ditëve të fundit, debate këto të cilat lidhen se rekon zgjedhjeve të pjesshme në 6 bashkitë e vendit tonë, Zotja Xhimali, një tjetër debat konsiston edhe me kandidaturat përkatëse, qoftë të Partisë Socialiste apo qoftë edhe të Partisë Demokratike. Dhe duket sigur në këtë moment që ne flasim, Partia Socialiste është shumë hapa përpara se e gjithë opozita së bashku. Kjo për të vetmen arsye që e ka zgjedhur kandidaturën e vet për Bashkinë e Tiranës, madje ka nisur me hapin e 100 fushatën elektorale për Bashkinë e Tiranës, ndërka që nga ana tjetër kemi një opozitë e cila vion ende dhe nuk është e vendosur për të nxjerrë një kandidat të denjë për të përfaqësuar popullin e Tiranës, për të përfaqësuar Tiranën, se në fund të fundit Tirana është si një kryeministri më vete në gjithë Shqipërinë. Është një shtet brenda shtetit. Është një shtet brenda shtetit. Edhe një qeveri brenda qeverisë dhe një ekonomi e barabartë me ekonominë e 60 bashkive të tjera afërsisht. Si e ke lexuar të gjithë këtë debat? Përballë kemi Ogerta Manastirliun. Ndërkaq mendohet që në këtë garë, kjo garë mund të jetë garë grash. Por e para ta fillojmë ke kjo fundit, po tjetë garë zonjash, apo edhe zotërish në kuptimin e mirë të fjalës do jetë shumë mirë. Por shiko si e shikoj unë këtë çështje. Politika shqiptare shumë e pamaturuar në fakt, shumë propagandistike, shumë hileqare. Gjithmonë rëndon kurriz të qytetarëve. Pse? Por kusur kanë qytetarët shqiptar ti ushqesh me debatin dhe zhurmën politike si ti ke nxjerrë një kandidat pa pasur vakancë. Po ku ndodh kjo? Një parti politike moderuar, një parti politike serioze, merret me çështjet thelbësore të saj, sigurisht ajo në brenda organizatës vet mund të ketë jo 500-700 kandidatura, bleti zgjedhë çështja e saj. Po ti të hedh për debat publik, provoko, konsumo ekonomi televizive, nga debatet, fut shoqërinë në diskutime, shpërqendron, që unë kam këtë kandidat, fillo fushatën pa pas datë. Po nuk është më surprizë. Jo, nuk është, nuk duhet të pikërisht, pra po pse ne duhet të vujmë këto. Ka institucione, kur institucione janë përcaktuar rregullat, kur hapet fushata, kur mbyllet fushata. Ti, në qoftë se je politikan i zgjuar, pse si ai krijo këtë mundësi, këtë komoditet qytetarëve tuaj të mos i konsumosh, të mos i mbash në rryma politike 24 orë, pra në çdo gjatë gjithë ditës, gjatë gjithë natës, gjatë gjithë javës, gjatë gjithë muajit, gjatë gjithë vitit. Por ne kemi nevojë më shumë edhe për më qetësi jashtë qasjeve politike, ne kemi për debat ekonomik, për debat social, jo për zhurmë politike, por nga ana tjetër, okay, e nxori, po them, nuk ka shkelje të ligjeve këtu, por ka disa rregulla. Diçka e menduar. Prit, është diçka e menduar, strategjikisht. I kemi anashkaluar ligjet dhe rregullat. Po mirë, po kjo nuk duhet ndodhi tash, ne jemi shtet demokratik, ne duhet t'i ofrojmë 2.4 milion shqiptarëve një paqe sociale nga këto politikanë, nga këto rryma politike, nga këto organizata politike, nga këto institucione tash në qoftë se vazhdojmë, po kështu nuk kemi gjë, nuk kemi në rrugën e dur pranë apo nuk kemi në ato drejtim si që ndodhin ngjarje të tilla në vendet e zhvilluara. Por nga ana tjetër, shqetësimi juaj është shumë i drejtë. Shumë i kampi opozitar. Avash, me qetësi, boj takim sot, 3 takime nesër, të shohim pas nesër, ta gjejmë tjetër pas nesër. Pse kampi opozitar është në këtë lloj gjendje, kjo organizat
jeton në Shqipëri, kjo kupton që pavarësisht debatit kohor për zgjedhjet, ajo është me 9 orë apo me 20 vjetor, po ti pse fut antarësinë tënde në një rrugë të mjegullt. E është ky, s'është ky, jemi taku si jemi takuar. Por nga pikpamja ligjore opozita është në rregull, pret vakancën, pastaj merret me këto çështje. Pra, nga pikpamja rregullatorit të përgjithshëm, opozita është në rregull. Por nga ana tjetër, në këtë shoqëri duhet me u përballë, duhet me qenë më alert, më i gatshëm dhe opozita, sepse edhe sjellja e saj lodh shoqërinë, lodh antarësinë, lodh zonën ngri, lodh këdo, sepse për media, siç debatoni për kandidatin që ka dalë, pa u shpall vakanca, njëta gjë diskutohet pse s'ka dalë kandidati nga ana tjetër. Pra, po të veshim farë balance, unë arri në konkluzion që partitë politike shqiptare akoma janë shumë propagandistike, jo realiste, jo të përgatitura mirë, jo me dignitet, jo me integritetin e dur dhe i konsumojnë debat pa vlerë. Kam diçka të fundit, zotja Xhimali, si një person me eksperiencë tepër të gjatë, sa i takon zgjedhjeve vendore, zgjedhjeve lokale, zgjedhjeve apo qoftë edhe bashkitë e vendit, në vitin 2025, me këtë realitet, me këtë shoqëri, me këtë politik, me këta drejtues, me këta politikan dhe me gjithë shka tjetër që kemi ne, çfarë i nevojitet Tiranës sot më shumë se vitin e kaluar apo më shumë se 10 vite më parë? Shiko, se jemi lodhur nga kjo politika e brendshme, çështje të politizuara. Për çfarë ka nevojë një bashki? Më konkretisht në këtë rast kemi Tiranën, se për Tiranën jemi diskutuar, po për çfarë ka më shumë nevojë një bashki e vendit? Për person politik apo person të drejtë, person të ndershëm, populist, pse jo? Shiko, cili është qëndrimi im në këtë rast? Unë i përkas faktit që me histori politike ne jemi ngopur me këto historikisht, ajo tashmë me 61 kryetarët e bashkisë, por ajo që thuhet se i duam politikë se janë më të aftë, më të zotët, bëjnë punën e partisë më mirë apo janë shërbyes më të mirë, nuk qëndron. Të jap vetëm një argument. Instituti për Bashkitë në raportin e tij për vitin 2024 ka konstatuar se pothuajse 1/3 e kryetarëve të bashkive është subjekti spakut. Nga 61, 1/3 janë subjekti spakut. Kjo s'ka nevojë për diskutuar më gjatë. Ja, pra politikanë janë gjithë. Ti mund të më thuash, po mos ishin politikanë, apo të ishin e një kategorie ndryshme nga jeta civile, sociale, apo nga shoqëria civile, apo akademik. Kam përshtypjen të Albi që do kishim një qasje më tjetër. Kam bindjen që ky numër nuk do ishte kur, do ishte më i ulur. Por i kthehemi çështjes se nuk i shmang pyetjes. Në mendimin tim ka nevojë Bashkia Tiranë, nga pikpamja e drejtuesit, ka nevojë për një menaxher të qytetit. Më shumë se sa një politikan. Ka nevojë për një person që kujdeset për jetën e përditshme të çdo qytetari, se sa një lider politik që kujdeset për votën e zgjedhjeve të ardhshme, kujdeset për votën e zgjedhjeve të partisë që ka kandidatuar në zgjedhjet që bën një herë në 2 vjet. Duhet një person që realisht e njeh pushtetin vendor nga mënyra e organizimit dhe funksionimit në detaj, jo një person që mundet të udhëhiqet, siç ne kemi pasur 10 vjet e Reon Velin, nga një propagandë
që po të thuash se sa herë ditën në fushat na sillte 24 orë ujë, po ne nuk kishim ujë fare. Sa herë e shikonim Skemi sot e kësaj dite, jo? Skemi edhe sot e kësaj dite. Sa herë dilte në ekranet e juaja, premtonte ekonomi qarkulluese dhe mjedis më të pastër, po ne mbetjet i trajtojmë në mënyrën më arkaike, më tradicionale. Ne kemi nevojë për një kryetar që vërtet të bëjë çerë dhe shkolla e kopshte, por kur del në televizor ti thuash përfundimisht kemi bërë 1000 çerë dhe 3000 shkolla, por sërish vazhdojnë me turën e shkollat. Kemi nevojë për një kryetar bashkie që e premton që do ta zgjidh problemin e transportit, jo të rrish në 3 kilometra 3 orë në mes të Tiranës. Pra, ajo që mendoj duhet një kryetar që t'i përshtatet profilit, janë 90% qytetarëve shqiptarë që janë ai brez, ajo fasho e shoqërisë civile që kanë problemin me bukën e gojës, me ujin, me çështjet sociale, me kohën për fëmijët, me ato qytetarë që me zor arrin të sigurojnë muajin apo të sigurojnë një strehim, çdo lloj propagande tjetër, çdo lloj politikani tjetër luksi që mund vinë nga sektorët e biznesit apo investitor apo nga ato që kanë studiuar jashtë apo rrymat të tjera kanë përshtypjen që nuk njohin realitetin dhe do merren sërish me propagandë dhe do i shërbejnë qytetarëve. Kjo është edhe se për çfarë ka nevojë Tirana. Kam përshtypjen debati në vim do të jetë tepër i madh, tepër i gjatë, gjithsesi ne këtu do të jemi për ta përcjell, për ta analizuar dhe për ta diskutuar. Shpresojmë shumë që mos ta shkelim me këmbë kushtetutën tonë. Shiko, me që jemi nga fundi dhe unë këtu kam një mesazh pavarësisht të gjakrave të nxehur politik. Ankimimet e zotit Belia në të dy rastet çojnë atë që ka nevojë për ta pezulluar, për t'u stopuar në vazhdimsinë e procesit për organizimin e zgjedhjeve. Kjo tregon maturinë, shtetin e së drejtës, tregon institucione që edhe kur bëjnë gabim janë të afta për t'u tërhequr. Nëse do vazhdojnë në rrugën drejt që ne spysim për gjykatën kushtetuese, atëherë kjo do më lejë shije jo të mirë për arkitekturën e këtij shteti dhe do humbë besimin plotësisht tek këto institucione. Faleminderit shumë që ishe sot në Faksos. Hapësirë publicitare.